Mirë se erdhët në Euronews. Zëdhënia, unë jam Mirela Milori, ju njoh me lajmet kryesore. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tiranë, Nancy Van Horn është takuar me zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe 6 ministra të qeverisë shqiptare, ku ka theksuar rëndësinë e luftës kundër krimit të organizuar dhe marrëveshjet të drejta për kompanitë amerikane. Pas bordit për karburantet, qeveria du të nisë monitorimin e rritjes së çmimeve të ushqimeve, vendimi synon të shmang abuzimet në treg. Zbardhen detajet e projektligjit të miratuar një ditë më parë për lojrat e fatit online. Në treg do t'jepen vetëm 10 licenca dhe kompaninë fituese përzgjidhen nga autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit. 48.000 shqiptar kanë marrë në shtetësi në një nga vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024. Shifra raportohet nga Eurostat, i cili na rendit në vend të tretë për numrin më të madh të qytetarëve që lënë shtetësinë. Temperatura në zero dhe rreshje bore në zonat malore të vendit. Në qaftëore të Shkodrës dhe Dardh të Korçës, bora arrin deri në 20 cm. Garda revolucionare e Iranit paralajmëron goditje të bazave ushtarake në lidhjen e mesme dhe mbyllje të ngushticës së Hormuzit. Liderët e G7-s diskutojnë për zgjidhje të problemit të furnizimit me energji. Nisme lajmet lufta kundër krimit të organizuar dhe marrëveshjet të drejta për kompanitë amerikane që operojnë në Shqipëri. Këto ishin mesazhet që e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Nancy Van Horn dha gjatë takimeve me zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe 6 ministra të qeverisë shqiptare. E ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Nancy Van Horn, ka zhvilluar gjatë javëve të fundit një seri takimesh me zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasada bën me dije se në këto takime morën pjesë zëvendës kryeministri Albana Koçiu, si dhe ministrat Ermal Nufi, Ferit Hoxha, Enea Karakaçi, Toni Gogu, Besford Lamallari dhe Riona Ismaili. Në postimin e ambasadës amerikane thuhet se Van Horn ritheksoi përkushtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në zbatimin e agjendës së shtëpisë së bardhë të Trump, eliminimin e plotë të karteleve të krimit të organizuar, bindjen e aleatëve të NATO-s për të respektuar angazhimin e tyre të Hagës për shpenzimet në fushën e mbrojtjes dhe marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane që bëjnë biznes në Shqipëri. Ne vazhdojmë të punojmë me partnerë në të gjitha ministritë dhe institucionet që ndajnë angazhimin ton për dhënien e rezultateve si për amerikanët, ashtu edhe për shqiptarët, thuhet në postimin e ambasadës amerikane. Gjithashtu, në fokus të diskutimeve ka qenë forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve dhe zbatimi i prioriteteve të politikës amerikane. Ambasada thekson se bashkëpunimi me institucionet shqiptare do të vijojë për të siguruar rezultate konkrete si për qytetarët amerikanë, ashtu edhe për ata shqiptar. Nesër në Pallatin e Brigadave, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një mbledhje me grupin parlamentar dhe qeverinë. Mbledhja do të fokusohet në çështje si kadastra, reforma administrativo-territoriale dhe strategjia e komunikimit. Kryeministri Rama do të mbledh të shtunën grupin parlamentar socialist dhe kabinetin qeveritar. Mbledhja që është kthyer në traditë çdo fund muaji do të mbahet në Pallatin e Brigadave dhe do të nisë në orën 11 me fjalën e kryetarit të grupit Tauland Balla dhe kryesocialistit Edi Rama. Mbledhja e zgjeruar sipas agjendës së dërguar deputetëve ka në fokus 3 çështje, duke nisur nga kadastra, reforma administrativo-territoriale dhe strategjia e komunikimit. Në këtë mbledhje është ftuar për të raportuar drejtoresha e Agjencisë së Kadastrës, Lorena Goxhobelli, e cila do t'ju përgjigjet edhe pyetjeve të deputetëve mbi çështjet që lidhen me këtë fushë. Përpara grupit parlamentar do të raportohet edhe ecuria e punës në komisionin e ngritur në Kuvend për reformën administrativo-territoriale nga bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku. Deputetëve dhe ministrave do t'ju prezantohet strategjia e komunikimit me qytetarët nga ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Eriona Ismaili. Konkluzionet në fund do të përcillen nga kryeministri Rama dhe kreu i grupit Balla. Nuk dihet nëse në këtë mbledhje do të diskutohet apo jo mungesa e Elisa Spiropalit gjatë votimit në Kuvend të imunitetit të Belinda Ballukut, pas debatit në distancë pak ditë më parë mes saj dhe kreu të grupit socialist Tauland Balla. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj deklaratave të një dite më parë të kryeministrit Rama, i cili tha se Shqipëria nuk ka më shumë korrupsion se Europa. Po ashtu Kryedemokrati foli dhe për mungesën e analizave në qendrën spitalore universitare në Tereza këtu në Tiranë, duke thënë se nuk ka ndodhur më parë që spitali më i madh i vendit të mos u përgjigjet qytetarëve.
për problematikat e mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur deklaratës së një dite më parë të kryeministrit Rama, i cili tha se Shqipëria nuk ka më shumë korrupsion se Europa. Edi Rama u përpoq të laj durët si padrino i narkoshtetit, duke akuzuar vendet partnerët drejt të cilave eksporton drogë dhe krim 24 orë mbi 24 orë. Nga Silia Blu, kryedemokrati komentoi edhe deklaratën e ministres së shëndetësisë Evis Sala, sa i takon faktit se pas datës 20 të çdo muaj nuk bëhen analiza më në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ministra ka thënë të vërtetën, para ti ka vjedhë Edi Rama me Ilir Beqen dhe me atë tjetrën Manasërliu, janë përgjegjës kryesor, nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë, herë e parë që ndodh në historinë e këtij vendi, që shteti, që spitali më i madh i vendit mos u përgjigjet qytetarëve me analizat të cilat i kanë pas të garantuara. Për protestën e radhës kombëtare, Berisha tha se do e caktojnë së shpejti datën se kur ajo do të mbahet. Bashkë raportuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës nga Rumania dhe Polonia do të zhvillojnë një vizitë informuese në Shqipëri nga 30 marsi deri në datën 1 prill në kontekstin e dialogut pas monitorimit me këtë vend. Gjatë vizitës në Tiranë, ata do të diskutojnë zhvillimet e fundit politike dhe do të vlerësojnë progresin e bërë nga Shqipëria në zbatimin e rekomandimeve të Asamblesë. Bashkë raportuesit do të takojnë me kryeministrin, kryetarin e parlamentit, ministrat e punëve të jashtme të drejtësisë dhe të brendshëm, si dhe ministrin e shtetit për antikorrupsionin dhe administratën publike. Janë planifikuar gjithashtu takime me komisionet të ndryshme parlamentare, Komisionin parlamentar ad hoc për reformën zgjedhore, krerët e grupeve parlamentare, si dhe me përfaqësues të autoriteteve gjyqësore. Jam në studio me Ardit Hoxhën, gazetari Euronews Albanian. Ardit, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se dgjej, Mirela. Partia Demokratike tashmë ka nisur garën, është diskutuar që në fillim të javës, po si po mbyllet kjo javë për sa i përket këtyre dinamikave të brendshme në garën e hapur për kreun e Partisë Demokratike. Nuk dim njërë nëse do ketë garë, pavarësisht se është shpallur data se kur do zhvillohet procesi, që për disa është një lloj referendumi apo të ndryshe vot besimi për Sali Berishën, për disa tjerë perceptohet si garë me një rival që ende nuk është shfaqur publikisht, e them këtë, rivalit i shfaqur publikisht edhe i pranuar nga leadershipi i Partisë Demokratike, nga po themi struktura zyrtare, sepse të tre emrat që kanë shpallur ambicien qoftë në deklarata të ndryshme televizive apo qoftë përmes rrjeteve sociale, njëri nuk cilësohet nuk është antar në rastin e zonjës Kokalari. Tjetra pastaj zonja Balliu cilësohet si një kandidat jo serioz, ndërsa për zotin Saliani përdoret termi vetë përjashtuar. Pra për të tre është gjetur nga një tokë fjalësh, nga një element për të mos i lejuar për të bërë pjesë e kësaj gare që pritet të zhvillohet në datën 23 maj. E them garë, sepse të paktën deri tani nuk është thënë zyrtarisht që nuk do të ketë kandidat tjerë përpos zotit Berisha, i cili e ka konfirmuar dhe ka zyrtarizuar prezencën e tij. Pra, përveç këtyre emrave që ti përmende, nuk ka emra të tjerë që mund të hyjnë në garë deri tani të paktën? Zyrtarisht, por edhe në informacionet që unë kam, nuk kemi ende kandidat, emra potencial të cilët ta kenë shpallur ambicien e tyre për të qenë rival të Sali Berishës në garën për drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe nëse për gjatë këtyre ditëve në vijim nuk do të kemi një kandidatur tjetër që do e shpall, procesi mund të shkojë sipas gjitha gjasave ose një, po themi, gare fiktive me cilin do emër tjetër që mund të dalë në ditët e fundit, brenda fateve që mund të përcaktohen nga struktura drejtuese të Partisë Demokratike, ose drejt një referendumi apo një procesi po apo jo të kërkohet vot besimi për Sali Berishën, sepse në të gjitha kushtet normale të një gare brenda një partie, cili do personazh që do të garonte, do duhet ishte përveç se një figurë, po themi e mirë njohur për
demokratët dhe opinionin opozitar, po edhe për gjithë vendin, do duhet ishte edhe një figurë që t'i lihej një kohë në dispozicion për zhvilluar takime, dhe kjo kohë në dispozicion për zhvilluar takime nuk mund t'jetë asesi ai afati zyrtar 30 apo 40 ditë që mund të përcaktohet. Gjithmonë duhet një kohë më gjatë, dhe nëse kjo nuk ka ndodhur deri tani dhe maksimalisht nuk ndodh brenda po them ditëve të para të prillit, procesi pastaj vihet shumë në pikë pyetje sa i takon elementit demokratik brenda partisë. Megjithatë, nga 3 emrat që përmende, përballja është me zotin Saljani, i cili ka dhënë opsionet e tij nëpër studio televizive në rrjetet sociale, gjithashtu dhe Berisha. Ndjehet kjo përballje në bazë tek antarësia? Shiko, Mirela, Sali Berisha është aq shumë i lidhur me Partinë Demokratike dhe aq shumë i asociuar figura e tij, sa që është shumë e vështirë, pothuajse e pamundur për cilin do tjetër që mund ta rivalizojë për t'ia marrë drejtimin e partisë. Dhe aq më tepër asaj Partie Demokratike që ka mbetur aktualisht, marr parasysh këtu faktin që nga 2021 e më pas, gjithë krisja e madhe që ndodhi me grupin Basha dhe gjithë ata që u larguan, u distancuan, skarcimin, pastrimin e listave të antarësisë Partisë Demokratike, pra kjo Parti Demokratike që është sot është më berishiane ndoshta se asnjëherë tjetër që nga koha kur Sali Berisha ishte në pushtet dhe drejtonte e qeverisjen e vendit. Kështu që thënë këtë, cili do personazh tjetër që do të tentoj ta rivalizoj Sali Berishën, do e ketë në mos të pamundur shumë të vështirë për t'ia marrë. Dhe këtu kam parasysh si zotin Saljani, por cilin do personazh tjetër me pesh brenda asaj partie politike. Por pjesëmarrja e emrave me pesh jep seriozitet garës. Patjetër, ne e thamë edhe në fillim, nëse në një garë shkohet me pyetjen dëshironi që Sali Berisha të vazhdojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike, po jo, kjo nuk është, po themi, nuk do ishte një proces serioz. Pastaj, nëse në këtë garë do të kemi emra si Ervin Saljani apo edhe figura tjera me pesh, demokrat që po themi kanë kontribuar për këtë forcë politike në 30 e kusur vitet e ekzistencës së saj, sigurisht procesi merr seriozitet dhe jep vlera dhe fitores së Berishës dhe në thelb opozitarizmi të vend, sepse tregon që Partia Demokratike, opozita në vend jep shenja reagimi, sepse në këto momente, në këtë periudhë që ne flasim, nuk është biseda e parë që zhvillojmë së bashku, po edhe në studio të tjera që kemi qenë, ne e kemi konstatuar që Partia Demokratike është në një gjendje apatike, në një gjendje ku nuk po duken shenja reagimi dhe një shenja të një partie politike që do të jetë alternativë qeverisë dhe një partie politike që do të marrin fatet e vendit, drejtimin e vendit, qoftë në pushtet lokal, qoftë në pushtet qendror. Këtë dua të pyes, pra në sistem kapilar, një parti e cila është rreth 50 ditë, 45 ditë larg zgjedhjeve, le të themi 50 ditë, larg zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike plus minus. Mos bëjmë matematik tani. Në sistem kapilar si janë forumet, si janë degët, sepse de facto duhet të ishte në fazë parazgjedhore, duhet të ishte në fushat me kandidatët e saj. De juro, pavarësisht se thuhet ai 30 ditë etj etj, nëse do të kemi zgjedhje serioze, duhet të ishin paktën 6 muaj përpara që të zgjente partia për të kuptuar se kush do të ishte kandidatura më e mundshme, do të kishin filluar, do të shpaloseshin platformat, do të përpunoheshin platformat në bazë, në përqarqe, në përdegët e partisë. Pra ky është një sistem i ripërtëritjes së partisë i cili duhet do kohën e tij dhe duhet të kalojë në këtë fazë. Kam platforma, ka ide, ku ndodhet PD-ja me bazën kësaj radhe, me degët në përqarqe. Shiko, do e nis përgjigjen time duke bërë gjatë gjithë kohës krahasim me atë që ndodh në kampin tjetër, pra tek Partia Socialiste. Partia Socialiste, pavarësisht se ishte fituese në shumicën ndërmuese të gjitha qarqeve në procesin e vitit të shkuar në 11 maj, çfarë bëri? Bëri që pak ditë më parë në asamblenë që zhvilloi Partia Socialiste ndryshoi pothuajse në mos gaboj tani rreth 60 apo 70% të drejtimit politik të qarqeve. Pra, me përjashtim të Fierit, Elbasanit, Korçës dhe Beratit, të gjitha qarqet e tjera u ndryshuan. Edhe Vlorës, të gjitha qarqet e tjera u ndryshuan. Pra, u ndryshua Durrësi, u ndryshua Tirana, Dibra, Shkodra, Lezhë, të gjitha qarqet pësuan ndryshime. Shtuar kësaj pas më tepër që të gjitha drejtues politik kudo ku janë të deleguar në përqarqe kanë edhe nga një njësi në Tiranë. Pra,
organizim kapilar dhe në E ka pasur maksimizim. gjithmonë Partia Socialiste. E ka Partia Socialiste këtë, tek ndërkohë çfarë shohim tek Partia Demokratike. Po thuaj se të gjitha qarqet me humbje, hiq Kuksin, Shkodrën dhe Lezhën, në gjithë qarqet e tjera nuk ndodh asnjë gjë. Nuk ndryshojnë drejtuesit politik. Në shumicën e degëve të Partisë Demokratike, të paktën ato që unë kam informacion edhe kontakte me, po themi, antar apo militantë të strukturave të Partisë Demokratike, nuk janë ndryshuar kryetarët e degëve, apo edhe aty ku janë ndryshuar procesi ka qenë fiktiv. Ne kemi qenë këtu, unë kam si edhe me shembull që në degë të caktuara procesi ka qenë qesharak me 20, 30 apo 40 antar Partia Demokratike që marrin pjesë në procesin e zgjedhjes së kryetarit, që është por të vënë duart në kokë që një degë një Parti Demokratike procesi zhvillohet me 30 apo 40 antar, ku nga ana tjetër këto numra Partia Socialiste nuk i ka për nivel degësh, por i kanë për nivel celulash më të vogla që i quhen organizata socialiste. Kështu që thënë këtë, procesi sigurisht sipas përcaktimeve statutuare ose përcaktimeve të vendimarrjes së sekretarit përgjithshëm zotit Noka, do duhet përmbyllet brenda këtij muaji, që pastaj të jepet kohë përgatitjes për zgjedhjet për kryetarin e partisë edhe më pas kuvendit të datës 6 qershor. Unë e shikoj me shumë problematika dhe me shumë pikpyetje në disa degë, sepse e them këtë për shkak se gjatë kësaj periudhe Partia Demokratike në të gjitha degët dhe me disa përjashtime të vogla, në informacionet që unë kam, pjesën ndërmuese të bashkive do duhet të identifikonte edhe kandidatët potencial për kryetar bashkie. E thash me disa përjashtime të vogla sepse kam informacione që individualisht disa persona në bashki të caktuar kanë nisur punën e tyre, po themi, me shpatullat e tyre, me organizimin personal deri diku, në zonat ku planifikojnë të kandidojnë, kanë marrë, po themi, një lloj dakordësie me leadershipin e Partisë Demokratike dhe kanë nisur punën fillimisht me krehjen e listave, me gjithë punën përgatitore për zgjedhje. Pra kanë marrë në mënyrë jo formale një dakordësi nga Berisha, ndoshta, apo formalisht është bërë në mënyrë zyrtare? Jo formalisht. Pra është një lloj okej për të nisur punën që të përgatitet. Niseni punën dhe ju do të jeni në listë. Dhe kjo është në shumë pak bashki. Unë mendoj që do duhet ishte pothuajse në shumicën e bashkive Partia Demokratike sot nga marsi, po themi, deri në shtator, duhet glonte nga personazhet, nga figurat, nga personalitetet që do të dëshironin të ishin kandidat në komunitetet e tyre në bashkit. Por ka një problematik këtu. Dhe problematika sigurisht nuk është vetëm për fajin e Partisë Demokratike, se s'duhet të jemi gjatë gjithë kohës. Problematika është për shkak edhe të punës paralele që po bëhet me Komisionin e Reformës Territoriale dhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe këtu kemi dy çështje shumë të mëdha. E para, do ndryshoj apo jo harta, dhe e dyta, më e rëndësishme tek Komisioni i Reformës Zgjedhore, ka pasur një diskutim, të paktën në dienim dhe informacionin tim, është që nëse do të kemi këtë herë për herë të parë aplikimin e 2 raundeve në procesin e zgjedhjes së kryetarëve të bashkive, dhe kjo do të jetë një game changer shumë i madh. Sepse nëse arrihet që Partia Demokratike të vendosë të imponojnë kodin zgjedhor që për kryetarët e bashkive, cili do që fiton në raundin e parë, nëse nuk merr 51%, bashkia shkon në një raund të dytë. Kjo pastaj ndryshon shumë balancat edhe në raportin që Partia Demokratike ka me partitë e vogla aleate. Do të diskutojmë ndoshta çik më vonë. Do flasim për partitë e vogla. E vërtet. Megjithatë, pavarësisht këto janë dy ndryshime që do të ndikonin te Partinë Socialiste dhe nuk justifikon që nuk fillon puna këtej në pritje si të hartës territoriale, e cila janë komisione bipartizane, tashmë dihet që edhe PD-ja do të nisin konsultimet, kështu që pritet për të parë atje se si do të jetë. Megjithatë mbetemi tek Partia Demokratike, thej që pjesëmarrja e emrave të fortë do të jepte seriozitet garës. Dhe ky seriozitet do të përçojë edhe në bazë për të kuptuar që pavarësisht gjithë situatës që jemi, do të jemi serioz në pjesëmarrjen tonë në këto zgjedhje, duke ardhur mbas një cikli të përsëritur të mungesës në zgjedhje, largimin nga zgjedhjet, parlamenti, pra në harkun e më pak se 10 viteve Partia Demokratike ka pasur kriza ciklike në raport me institucionet. Por, a ka zëra që në mos e mbrojnë Saljanin në Partinë Demokratike janë të heshtur përballë asaj që po ndodh me Saljanin, pra nuk shprehen as pro, as kundërti, ka elemente përfaqësues të tillë në PD? Duhet të të falenderoj për këtë pyetje në fakt, sepse ajo që më ka bërë mua përshtypje gjatë këtyre ditëve të fundit
sidomos gjatë kësaj jave që po lëm pas, është se në mesin e shumë emrave që përsërisin apo edhe i bëjnë eko akuzave dhe deklaratave të Sali Berishës, dy emra unë i kam dëgjuar me vëmendje dhe më kam bërë përshtypje për qëndrimet që kam mbajtur. Ilir Ali Mehmeti dhe Jurita Tabaku. Po flasim për dy njerëzit më të votuar në Tiranë, dy njerëz që kanë marrë rreth 40.000 vota në qarkun e Tiranës dhe afërsisht kanë ndihmuar me votat e tyre të marrin 3 mandate Partia Demokratike në këtë qark. Dhe këta dy personazhe, qoftë zoti Ali Mehmeti, qoftë zonja Tabaku, kanë qëndrime deri diku të ndryshme, nuk po them të kundërta, por të ndryshme në leadershipi zyrtar i Partisë Demokratike. Pra, nuk janë dakord me përjashtimin, apo me vetë përjashtimin, dhe bëjnë apel për diskutim dhe për trajtim të çështjes së zotit Saliani dhe problematikave që ai ngre brenda strukturave të Partisë Demokratike. Dhe kjo në fakt nuk është një kritik që ata bëjnë vetëm ndaj zotit Berisha dhe leadershipit demokrat, por ndoshta edhe ndaj vetë zotit Saliani deri diku, ku i kërkojnë atij që të vi brenda forumeve, pavarësisht se zoti Saliani në fakt disa herë në disa mbledhje kryesie përpara se të niste këtë tur takimesh tentoi që të fliste, po ndoshta jo me ekon edhe me suksesin e duhur. Dhe kjo mua më bën shumë përshtypje, Mirela, që dy njerëz që janë të votuar dhe kanë marrë një lumë votash në qarkun e Tiranës dhe ne dim sa e vështirë ka qenë për Partinë Demokratike të marrin vota dhe vetëm që ta përfundoj, që ta kuptojmë se sa e vështirë dhe çfarë peshe kanë këto dy personazhe dhe sa të rëndësishëm janë për Partinë Demokratike, mjafton të shohim renditjen e votës preferencial. Pra, zonja Tabaku ka rreth 20.000 vota, zoti Ali Mehmeti ka rreth 18.000 vota dhe kandidati tjetër pastaj që vazhdon ka një diferencë ka afro 10.000 vota nga këta dy. Gjithë të tjerët pastaj janë 8.000 vota, 9.000 vota, 6.000 vota, 2.000 vota për të shkuar tek më i fundit që ka disa qindra vota. Pra, ajo që duhet të them është kur këta dy njerëz që votohen nga qytetarët nuk i mbyllin derën Ervin Saliani, por kërkojnë një diskutim konstruktiv, transparencë, një proces që mos ta zvogëloj Partinë Demokratike, por ta zmadhoj atë, unë e kam pikpyetjen dhe problemin ndoshta me të gjithë personazhet e tjerë që nuk i kanë votat preferenciale të zonjës Tabaku dhe zotit Ali Mehmeti, të cilët jo vetëm që bëjnë eko dhe ripërsërisin ato që thot zoti Sali Berisha, po ndoshta shkojnë edhe më tej, janë edhe më të ashpër në diskurin edhe në retorikën ndaj kolegut të tyre Ervin Saliani. Pse e kanë këtë gjë? Pse e kanë këtë gjë? Kam si pikpyetje, kam dilemë. Vërtet deri në këto momente nuk kam arritur do t'i gjej një përgjigje. Sepse ndoshta një pjesë e tyre nuk e di se çdo të mbledhësh vota. Në fakt, Saliani së bashku me dy emrat që ti përmende i bashkon kjo. Saliani është një njeri që në çdo qark që është vendosur dhe kur i është ndryshuar qarku dhe ti e di shumë se çdo të thotë të ndryshohet qarku se sa të krijosh bazën, lidhjet etj. Përsëri ai ka dalë fitues dhe dy emrat që përmende janë njerëz qendrestar dhe njerëz që kanë sjellë vota dhe kanë sjellë vendin e tyre në parlament. Zonja Tabaku e ka të fituar vet. Ishte jashtë listës zgjedhur nga Partia Demokratike, kështu që të tre janë përfaqësues për sa i përket betejave, i kanë beteja reale. Si zoti Ali Mehmeti që është një i ri në Partinë Demokratike dhe ishin zgjedhjet e para parlamentare ku ai synonte del me një bonus kaq të madh, ashtu dhe dy emrat e tjerë. Megjithatë, ti mendon që situata të tilla, analiza të tilla, siç po flasim ne, ekzistojnë në bazën e Partisë Demokratike dhe në qoftë se leadershipi i Ana Shkalon apo njerëzit rreth Berishës nuk ja bëjnë me dije këtë, ky problem dhe kjo lloj analize ekziston dhe nëse ekziston, si e sheh perspektivën e Partisë Demokratike? Me mendimin ndryshe, me mendimin e një transparence, por ndryshe, jo në rresht për një ashtu sikurse dikton leadershipi. Po nuk s'ka ndodhur tek Partia Demokratike ajo në kohët e saj më të lavdishme që ka qenë dhe me pushtet, pra që të rreshtojnë të gjithë për një, se kjo për shumë arsye, po ajo që unë mund të them me siguri, Mirela, është që Partisë Demokratike i nevojitet të flasë, të diskutoj, të trajtoj këto që neve po i ngrem si problematika. Patjetër që thuhet, atje patjetër, Partia Demokratike ka pafund njerëz të mendimit. Por ajo që ndodh në forume, në forume, në shumë rastet, apo në disa prej rasteve që unë kam informacion, procesi nuk është bërë real. Pra,
është një falsitet dhe ka një fiktivitet brenda gjithë diskutimeve dhe po themi analizës që po bëhet për 11 majin e të gjitha ato proceset e mëpashme. Për shtuar këtë faktin që është mbrapa në kohë. Ne jemi në fund të marsit 2026 sot dhe Partia Demokratike nisi procesin e analizës në nëntorin e 2025, dhe po themi tani është drejt përmbylljes së këtij procesi. Ndërkohë që në kampin tjetër, se për krahasimin me ata do bëjmë, s'do e bëjmë krahasimin ku diun me CDU-n gjermane apo me Le Penin në Francë, do e bëjmë me rivalin tonë, çfarë bën rivali jote, çfarë bën ti, sepse subjekti, qytetarët të cilëve do ju drejtohen janë shqiptarët. Dhe Partia Socialiste, përveç se ka mbyllur procesin e gjithë asaj se çfarë ndodhi në 11 maj, sigurisht ka shumë avantazhe tjera Partia Socialiste, është sot në procesin tjetër, që është më i rëndësishëm. Është në procesin e ripërtëritjes së të gjithë strukturave dhe organizimit për zgjedhjet e ardhshme. Brenda qershorit, sipas asaj që kemi po themi mësuar nga kolegët e Partisë Socialiste, do të mbyll të gjithë riorganizimin dhe rifreskimin e listave dhe degëve në rrethe, dhe në shtator ka gati kandidatë, ndërkohë që Partia Demokratike me këtë ritëm do nis procesin e primareve në tetor, do e përmbyll nga fundi dhjetorit dhe në janar do e kemi kandidatët, ndërkohë që kandidatët e Partisë Socialiste në janar, përveç se shumica atyre janë kryetarë në detyrë dhe i kanë ca facilitete më tepër, edhe ata që nuk do të jenë kandidatë në detyrë, po do jenë kandidatë rishtar, nga shtatori deri në janar e kanë krehur disa herë listën dhe mund të them edhe kanë bërë edhe takimet e para, ndërkohë që Partia Demokratike në shkurt, po themi, do nis takimet me kandidatët, Partia Socialiste do jetë tek të fundit dhe gjithmonë pastaj nuk kemi pse habitemi që pse del ai rezultati ashtu, se ndoshta është edhe rezultat pune. Është me faza mbrapa. Nuk dua të dalë tani sikur jam shumë opozitari opozitës, sigurisht nuk i heq asnjë presje të gjithë atyre që evidentohen në raportin OSBE-Odirit në lidhje me problematikat në zgjedhje, por unë po flas për mundësitë që ka opozita dhe veçanërisht Partia Demokratike që brenda këtyre kushteve, brenda këtyre problematikave që ka procesi, organizimi procesi dhe mirë administrimi i tij, të marrë maksimumin e mundshëm dhe e ka treguar, ne ishim bashkë në debat me zotin Bozo, drejtues politik i qarkut të Beratit, që unë i solla shembull konkret që në ato qarqe dhe në bashkitë caktuara kur performon mirë, humbet, kur performon keq, humbet, dhe kur performon mirë, fiton. Pra, nuk është se që nga kaq utopike fitoria përballë kandidatëve të Partisë Socialiste. Megjithatë, Partia Demokratike është në një fazë të vetën dhe ne po flasim për zgjedhjet lokale, por Partia Demokratike premton edhe qeveri teknike, edhe zgjedhjet parakohshme dhe rrëzimit e Edi Ramës. Tani çështja e protestave, ka një skenar, ka një kalendar, ka një ide si do të jetë protesta e radhës e Partisë Demokratike? Atëherë, ka një lloj dileme në këto momente për Partinë Demokratike për mënyrën se si duhet ta vazhdojë aksionin e protestave, sepse deri në këto momente kemi parë të paktën 4 modele protestash që nga koha kur nisën në dhjetorin e vitit të shkuar, pra kemi parë disa protesta masive në bulevard me fjalime, të cilat pastaj eskalojnë me një lloj përplasje fizike mes protestuesve dhe policisë. Kemi pastaj protesta në parlament, herë me bojkot dhe herë me bllokim të seancës plenare. Kemi pasur pastaj protestën e qytetarëve, ndërthurje mes protestës qytetarëve përballë parlamentit dhe deputetëve që nuk lejojnë zhvillimin normal të seancës, dhe protesta dy modelet e fundit, pra dy protestat e fundit kanë qenë me modelin kjo xhiroja tradicionale. Xhiro apo qarkullim në zonën e verdhë të kryeqytetit, pra në qendrën e Tiranës. Dhe dilema që është tani është se si do të vijohet, se si do të jetë modeli i radhës, sepse nëse përsëriten cili do nga këto modelet të drejtanishme, gjasat janë që protesta të shkojë drejt një venitje dhe një tkurrje akoma dhe më të madhe nga ka ndodhur nga janari deri më tani. Nëse pas të shkohet drejt një modeli tjetër që protestuesit qëndrojnë, ngrihet një çadër, shkohet drejt një grevuri apo modele nga më të ndryshme, ato pastaj ngrihen pikpyetje të tjera rreth pjesëmarrjes, organizimit, çfarë ndodh në deg, struktura, sepse por nuk është marrë, pra nuk është marrë një vendim. Është komplekse gjithë situata. Deri tani të paktën informacionet që un kam nuk ka një vendimarrje. Ditën e hënë në fakt do të jetë e rëndësishme
për Partinë Demokratike, jo vetëm për shkak se në parlament pritet që po themi të kemi draftin e ligjit për financimin e partive politike që do ndikoj shumë në zgjedhjet e ardhshme, por gjithashtu edhe se zoti Berisha ka thirrur një takim koordinatorët politik dhe drejtuesit e të 12 qarqeve, sigurisht me fokus diskutimin për organizimin e brendshëm të partisë dhe procesin që ne diskutuam, por edhe protesta, se si do të zhvillohet ajo dhe kur do të zhvillohet, sepse këtë herë si rrallë nga çfarë ka ndodhur në këto 3 muaj, ku zoti Berisha e zbulonte datën e protestës së radhës ose në mbylljen e asaj proteste, ose një ditë më pas, një apo 2 ditë më pas, këtë herë neve nga protesta e fundit, që ishte ditën e diel, e deri më sot, nuk kemi një përgjigje konkrete se kur do organizoj dhe arsyeja është ajo që unë thash, që ende Partia Demokratike nuk ka përcaktuar modalitetin dhe formën se si do të organizohet. Në momenti kur do të vendoset mbi formën, do të njoftohet edhe data kur do të thirren qytetarët për të mbledhur në Tiranë. Tani, partitë e vogla opozitare. Të tëra janë opozit me Edi Ramën, por Arlind Qori është në opozit me të gjithë. Edhe me Edi Ramën, edhe me partitë e djathta. Por është i djathta. Gronshea, Arlind Qori është me element të majtë dhe nuk e fsheh këtë. Pra, partitë opozitare kanë valencë, janë vokale, janë të zëshme, janë dikuese në këtë situatë që është përballë qeverisë. Flasim të gjitha në të drejtën e asaj që projekton programi tyre. A janë atje ku duhet? Nëse do marrim parasysh votën që morën në 11 maj, po. Jo, e lëm votën, e kemi elaboruar 63.000 vota i këndëm, po të ishim bashkuar, i kemi thënë këto, i kemi... Desha them këtë gjë, që nëse do kemi në konsiderat votën, kanë pesh dhe kanë një valence, por nëse do të marrim në konsiderat se çfarë kanë bërë nga maj e më pas, mua nuk më duket se kanë ndonjë valencë dhe pesh të konsiderueshme. Pse e them këtë? Sepse ne pam që zoti Lapaj, me gjithë respektin edhe vlerësimin që mund të kemi për rezistencën që bërje personalisht apo edhe antar dhe simpatizant të partisë Shqipëria bëhet, nuk është se pati ndonjë efekt. Maksimumi ishin 2 protesta që u mblodhën rreth disa qindra qytetarë që ju bashkuan kauzës zotit Lapaj, por vetëm kaq. Po ashtu edhe zoti Shehaj, i cili nga një qasje para zgjedhjeve të 11 majit që nuk bënte opozitën e Partisë Demokratike, pra nuk e sulmonte Partinë Demokratike, po kërkonte që të motivonte sa më shumë elektoratin e pakënaqur duke i thirrur me një qasje pozitiviste drejt vetes. Kemi parë që gjatë këtyre muajve të fundit, mbas zgjedhjeve të 11 majit, ka kaluar edhe një qasje sulmuese, agresive ndaj Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Pastaj edhe zoti Qori, që është, po themi, një lloj lëvizje që paraqitet apo vetë prezantohet si anti-establishment, pastaj nuk e dim se sa vërtet është kjo lëvizje anti-establishment, sepse lëvizjet e tilla provohen vetëm kur marrin pushtetin në dorë apo kur rriten, sepse kur janë të vogla të gjitha janë anti-establishment. Në qoftë se do bënim një foto çasti tani Erdit, ku janë partitë e vogla? Unë nuk i shoh asgjë kundi në panoramën e madhe politike që të kenë ndikim, sepse e para për fajin e tyre, për sjelljet që unë e përshkrova, çfarë kanë bërë pas zgjedhjeve të 11 majit, dhe dyta, jo për fajin e tyre, por për shkak të kodit elektoral, i cili nëse nuk ndryshon, do i peshoj shumë dhe do vazhdoj t'i penalizoj dhe t'u rëndoj akoma dhe më shumë në procesin e ardhshëm elektoral. Nëse ato arrin me hir apo me pa hir t'i imponohen së pari Partisë Demokratike dhe së dyti gjithë opinionit politik që të bëhen ndryshimet të tilla në kodin elektoral, që ato pastaj të kenë mundësi për të krijuar çarje të ndryshme. Ti e beson që 12 do ta ndryshojnë kodin Rama Berisha se ata e ndajnë? Unë nuk e besoj, po e dëshiroj shumë. 2 ndryshimet që njërin të parin e përmenda në fillim të bisedës, pra të krijohet mundësia që në zgjedhjet lokale të ketë 2 raunde, dhe kjo pastaj është një ndryshim loje total për partitë e vogla, sepse u krijohet mundësia të gjithë kandidojnë në raundin e parë, kush merr më shumë vota, pastaj krijon koalicionet për raundin e dytë. Dhe për zgjedhjet e përgjithshme, pastaj elementi sigurisht është heqja e këtyre pengesave për sa i takon listave të hapura, listave të mbyllura, koalicioneve dhe liberalizimi sa më shumë i mundësive për të shkuar në parlament. Sepse sot kemi monopolizim nuk është,
nuk do e përdorja fjalën, por gati një përvetësim i mundësive për të shkuar në parlament vetëm përmes siglës së PD-s ose siglës së PS-s. Dakor, ti parashet të reja me këto zhvillime që ka në fushën politike, apo ky sezon do të mbyllet kështu siç ka nisur? Këtej protesta, ai organizon partin derisa të shkojmë në verë, marrim ca muaj pushim, marrim veten, edhe në shtator presim zgjedhjet lokale. Nuk më pëlqen të bëj parashikuesin, por të paktën indicje që kemi... Me këto motor që kanë ndezur dhe me çfarë bëjnë partitë, se mund të ketë edhe ndonjë... Po gjithmonë, domethënë është pak a shumë... surprizë të madhe për të gjithë që zvaret dhe nga partitë, ndoshta. Patjetër, asnjëherë në politik nuk thuhet fjala e fundit me siguri, domethënë... Në jetë nuk thuhet kur, never say never. Në jetë së pari, por në politika akoma dhe më shumë, sidomos në politikën shqiptare. Por unë të paktën në indicjet dhe po themi ato sinjalet që kemi deri tani nuk është se shoh lëvizjet tektonike në politikën shqiptare, pavarësisht se ndonjëherë krijohet ndonjë vorbull aq e madhe, takime këtu, takime atje, mbledhje, deklarata, një intensitet shumë i madh kur thua ti do ndryshoj. Në thelb nuk ka ndryshuar asgjë, vazhdohet business as usual për të dyja. E kuptoj. Falenderoj shumë. Në të fundit thash shumë. I the të gjitha, i the atë që thon të gjithë. Faleminderit shumë Ardit Hoxha, jemi pritur në këtë studio, isha me gazetarin ton Ardit Hoxha, eci më tej bordi i transparencës do të përcaktojë çmimin e naftës deri në stabilizimin e bursave ndërkombëtare. Ndërkohë, qeveria do të monitorojë edhe çmimet e ushqimeve për të ndalur abuzimet e mundshme në treg. Në fund të muajit shkurt, çmimi mesatare i naftës në Shqipëri ishte 173 lek, ndërsa në mars çmimi ka pësuar luhati duke arritur maksimumin prej 215 lekësh, që përbën një rritje me 24%. Për të ndaluar abuzimet, Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaron se qeveria ka rikthyer bordin e transparencës, i cili do të caktojë çmimet avan dhe do të monitorojë tregun çdo ditë. Me ngritjen e bordit të transparencës, do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Me frikën e përsëritjes së skenarit të vitit 2022 që solli fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në tregje, Ibrahimaj tha se qeveria do të ushtrojë kontrolle dhe në çmimet e produkteve ushqimore. Të njëjtin mbikëqyrje dhe të njëjtën vëmendje jemi duke e bërë dhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat kanë pasur disa luhatje gjatë ditëve të fundit dhe për këtë arsye ne jo vetëm kemi nisur monitorimin ditor të tyre në bashkëpunim me Institutin e Statistikave, por dhe do të nisim një mbikëqyrje më të thelluar të tyre nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut. Ibrahima sqaroi në konferencën për media se shteti ka të pamundur të ndërhyjë në çmimet e produkteve të shportës, por në rast të rritjes së vazhdueshme do të jenë shtresat në nevojë ato që do të ndihmohen nga shteti. Rikthimi i bordit të transparencës është i nevojshëm. Me këtë koment, Konfindustria deklaron se caktimi i çmimit të 203 lek për litër tregoi se tregtarët kishin abuzuar dhe për këtë arsye duhet që të mbikëqyren vazhdimisht. Konfindustria shpreh gjithashtu se vendet e rajonit dhe Mëgjer kanë ndërmarrë masa të menjëhershme për të zbutur pasojat e krizës energjetike, ndaj për këtë arsye i kërkojnë qeverisë të ulët barra fiskale e karburanteve dhe taksa vjetore e automjeteve. Qeveria ka rikthyer bastet sportive online në Shqipëri duke hapur garën për licencimin e operatorëve në treg. Vendimi parashikon kritere të rrepta vlerësimi dhe një numër të kufizuar licencash me qëllim kontrollin dhe monitorimin e këtij aktiviteti. Këshilli i Ministrave ka rikthyer bastet sportive online në Shqipëri. Vendimi për licencimin vjen pas një sër kritere strikte vlerësimi, afate aplikime si dhe me një metodologji për të ndjekur për të gjithë ata që kërkojnë të jenë pjesë e tregut. Sipas vendimit të ri, numri i licencave për organizimin e basteve sportive online do të jetë i kufizuar. Qeveria ka vendosur që në të gjithë vendin të jepen jo më shumë se 10 licenca. Për të përzgjedhur fituesit, qeveria ka hartuar një metodologji me 100 pikë totale, ku kriteret kryesore nisin që nga oferta ekonomike me 30 pikë,
që është vlera që aplikanti ofron mbi tarifën bazë të licencimit, duke vijuar me provojën në fushën e lorave të fatit me 30 pikë, ku vlerësohet eksperienca e mëparshme e subjektit ose aksionerëve, kapacitetet organizative dhe administrative me 20 pikë, analizohet struktura organizative, menaxhimi i riskut dhe integriteti i transaksioneve, zgjidhje softwarike dhe siguria me 13 pikë, ku vlerësohet arkitektura teknike, siguria kibernetike dhe integrimi me sistemet e monitorimit në kohë reale të AMLF-s. Plani i biznesit me 5 pikë, ku paraqitet një analizë detajuar 3 vjeçare e trekut dhe realizueshmërisë financiare. Në rast se 2 ose më shumë aplikantë rezultojnë me pikë të barabarta, renditja e tyre do të përcaktohet përmes shortit. Të drejtë aplikimi kanë vetëm personat juridik të regjistruar si shoqëri aksionere. Çdo subjekt duhet të paguajë një tarifë aplikimi prej 500.000 lekësh, e cila është e pakthyeshme pavarësisht nëse subjekti shpallet apo jo fitues. Procedura e përzgjedhjes do të jetë konkurruese dhe do të menaxhohet nga autoriteti mbikëqyrës së lorave të fatit dhe një komision licencas i posaçëm. Subjektet e interesuara do të kenë 45 ditë kalendarike afat për të dorëzuar dokumentacionin e tyre që nga data e njoftimit. Procesi i hapjes së aplikimeve do të monitorohet në mënyrë të pandërprer me kamera dhe audio. Fituesit do të shpallen pas vlerësimit teknik, ndërsa subjektet që nuk kualifikohen kanë të drejtën e ankimimit brenda 10 ditëve pranë Ministrisë së Financave. Shoqata e investitorëve të huaj të Shqipërisë ka organizuar konferencë mbi energjinë e rinovueshme. Në edicionin e tretë, ekspertë dhe drejtues të sektorit diskutuan për strategjinë e rritjes dhe projektet deri në vitin 2030. Pas ndikimit të fuqishëm të edicioneve të viteve 2023 dhe 2024, si edhe angazhimit në rritje të investitorëve dhe politikbërësve, Shoqata e investitorëve të huaj të Shqipërisë ka mbledhur në Tiranë drejtues të lartë të industrisë, politikbërës, rregullator dhe aktor të tregut për edicionin e tretë të konferencës mbi energjinë e rinovueshme. Në konferencën e organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, një vend të veçantë, zuri Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, i përfaqësuar nga zëvendës drejtoria Marie-Thérèse Richer-Kuhnert. Prania aktive e sekretariatit dëshmon njohje ndërkombëtare të progresit të Shqipërisë në sektorin energjetik dhe angazhimin institucional për integrimin e vendit në tregun evropian të energjisë. Nëpërmjet 5 sesioneve tematike, konferenca trajtoi zgjerimin e qëndrueshëm të energjisë diellore dhe të erës, fleksibilitetin e rrjetit, shkëmbimet energjetike ndërrajonale, ruajtjen e energjisë dhe garancinë e orgjinës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, theksoi se suksesi deri tanishëm i sektorit është rezultati i bashkëpunimit të ngushtë midis aktorëve të tregut dhe qeverisë shqiptare, duke shprehur besimin e tij për një vazhdimsi po aq të suksesshme deri në vitin 2030. Konferenca e tretë e Shoqatës së investitorëve të huaj të Shqipërisë mbi energjinë e rinovueshme konfirmoi rolin e kësaj shoqate si urlidhse midis komunitetit të investitorëve të huaj dhe institucioneve shqiptare e europiane. 48.000 shqiptar kanë marrë në shtetësi në një nga vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024. Me këtë shifër, shqiptarët renditen të tretët në botë pas sirianëve dhe marokenëve. 48.000 shqiptar kanë marrë në shtetësi në një nga vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024. Shifra raportohet nga Eurostat dhe i përgjigjet një valje të lartë të kërkesave të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë emigruar gjatë viteve të fundit me kërkesën për të ndërtuar një jetë të re në Europë. Në krahasim, Shqipëria renditet e treta pas Sirisë dhe Marokut, ndërsa Italia është vendi që ka dhënë më shumë pasaporta për shqiptarët, me 66% të totalit, e ndjekur nga Greqia me 22%, Gjermania 7% dhe Suedia 2%. Eurostat deklaron se në vitin 2024, pothuajse 1.2 milion persona fituan shtetësinë e vendit të Bashkimit Evropian me rritje 12% dhe në raport me vitin 2014, kur u dhan 762.000 shtetësi, rritja është 55%. Në vitin 2024, shtetasit sirian përbënin grupin më të madh të qytetarëve të rinj të Bashkimit Evropian, me 110.000 shtetësi të dhëna. Shtetasit maroken ishin grupi i dytë më i madh me 97.100 shtetësi të dhëna, ndjekur nga shqiptarët me 48.000. Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e Fredi Belerit dhe Pandeli Kokaveshit, të cilët kishin ankimuar vendimin e apelit posaçëm. Ata kërkuan pafajësi pasi pretendonin se nuk kishin kryer vepër penale.
Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e eurodeputatit Fredi Beleri dhe bashkëpunëtorit të tij Pandeli Kokaveshi, të cilët nuk u pajtuan me dënimin e dhënë nga apeli i posaçëm, që i shpalli fajtor për korrupsion në zgjedhje. Beleri u dënua me 2 vite burg, ndërsa Kokaveshi 3 vite shërbim prove. Ata ju drejtuan shkallës së tretë të gjyqësorit për të kërkuar pafajësi pasi pretendonin se nuk kishin kryer vepër penale. Por me këtë vendim të fundit të gjykatës së lartë, legjitimohen 2 vendime të dhëna nga GKO. Fredi Beleri dhe Pandeli Kokaveshi u arrestuan me urdhër të prokurorisë së Vlorës në maj të vitit 2023, 2 ditë përpara datës kur do të votohej për të zgjedhur kryetaret e rinj të bashkive. Sipas organit të akuzës, i pandehuri Beleri rezulton se ka ofruar nga 50 euro për 8 vota. Po ashtu, Beleri u akuzua se i kishte dhënë parat nëpërmjet të pandehurit tjetër, Pandeli Kokaveshi. Beleri ishte kandidat i koalicionit Bashk Fitojmë, për të cilën arriti të fitojë zgjedhjet, por nuk arriti të marrë detyrën. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e zyrtares së lartë të policisë së shtetit Ervina Gjana, e cila kërkonte kthimin e aparateve celular që janë sekuestruar nga SPAK në kuadër të hetimeve ndaj Akshit. Gjana pasi u refuzua nga shkalla e dytë e gjyqësorit, për cilën vendosi të ktheshi vetëm telefonat e fëmijëve, ju drejtua gjykatës së lartë. SPAK ka ushtruar kontrollin banesën e saj pasi sipas të dhënave bashkëshorti i zyrtares rezulton të ishte shoferi i biznesmenit Ergys Agasi. Për këtë çështje, masa sigurie janë vendosur ndaj 7 personave, ndërsa në kërkim vijojnë Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët SPAK i konsideron përfitues të tenderave të Akshit. Rreshjet e Dëborës janë rikthyer përsëri në qarkun juglindor, kryesisht në zonat rreth Pogradecit. Trashësia e Dëborës mbrit në 20 cm, ndërsa janë shfaqur probleme në disa rrugë rurale. Rreshje të pazakonta këtë fundmarsi në juglindje të vendit, rreshje ku trashësia e tyre ka shkuar deri në 20 cm. Dëbora ka prekur gjithë qarkun e Korçës, ndërsa temperaturat janë ulur nën zero dhe sipas sinoptikanëve pritet të shkojnë deri në -6 gradë Celsius. Gjithë akset nacionale janë të hapura dhe qarkullohen pa probleme, ndërsa kujdes të shtuar kërkojnë akset rurale, për shkak të dëndësisë së lartë të Dëborës, sidomos në ato rrugë që të çojnë drejt fshatrave turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Vitkuqit. Në qafën e mashkullorës, Dëbora ka shkuar deri në 20 cm, ndërsa nuk paraqiten probleme për sa i përket furnizimit me energji elektrike. E gjithë juglindja do të jetë prekur nga rreshtet e Dëborës këtë fundjavë, çka për sektorin e hoteleri turizmit përkthehet në më tepër rezervime dhe vizitorë, sidomos në fshatin turistik të Dardhës, aty ku ndodhet pista e vetme e skive në Shqipëri. Prej më shumë se 20 vitesh, 10 tregtar paguajnë taksa për të shitur në tregun e Novoselës. Tregtarët e Blerësit denoncojnë mungesën e infrastrukturës, ndërsa taksat e paguara nuk janë reflektuar në përmirësime konkrete. Prej më shumë se 30 vitesh, tregu i Novoselës vazhdon të mbetet pa investime, edhe në vitin 2026 situata paraqitet e njëjtë në këtë hapësirë, ku çdo të njëjtë mblidhen tregtar nga Vlora, Fieri, Lushnja dhe Berati për të shitur produkte të ndryshme. Sipas tregtarëve, ky treg nuk përmbush as kushtet minimale për t'u konsideruar si i tillë. Ata shprehen se paguajnë rregullisht një tarifë prej 300 lekësh, por kjo pagesë nuk është reflektuar asnjëherë në përmirësime konkrete ndër vite. Ndërkohë janë të detyruar të tregtojnë në kushte të vështira mes baltës dhe pluhurit, çka sipas tyre ka sjellë edhe ulje të numrit të klientëve. Ati është balë, dhe këtu, paguajmë 3.000 lekë biletën edhe një rrugë zhavorë se edhe. Po duhet keshe si që ka Fieri, ke parë tregun e Fierit, super modern. Unë ati është esë për ditë, po tender kjo është ditë pazari që vim këtu. Tu as pazari, kam 30 vjetë unë. Ke shpresë se do ndryshoj një ditë? Kur një najherë, burë, ta kam edhe për të vjedhur. Shesim për ditë unë. Kam ardhur me pesko kravezët. E po çat bëjmë, balte, shi, ato janë jam me qisme, jam në fshati. Jo më pak problematike paraqiten kushtet dhe përblerësit, të cilët tregojnë se kjo situatë ka mbetur e pandryshuar prej dekadash. Sipas tyre, mungesa e infrastrukturës dhe higjienës i bën të ndihen të pasigurt, ndërsa blerja në një ambient me balë, pluhur dhe papastërti përbën rrezik për shëndetin. Si mos më keq. Ka një ngritje të papar, një çmim, një rrenjë sallator 300 lekë, turpi zot. Kushtet janë në ikë, ja, shikoj.
Si mos më keq, për dy makina zhavora tjetë të tregu shko si në bë. Duhet vënda pasafat për tregun, jo në rrugët. Duhet këtë mi foli një treg. Dhe pengot e qarkullimi këtu njëherë, pengot e qarkullimi. Po këtu se zbë tregu në rrugët. Tregu do vënd e dhja, mos shiko ta shiti që karën shi nuk ka plurë. Po kush behar që pluri vetën majtë, ato janë zbuluara të tëra, i fekshojnë e mera jo ati. Çdo të njëjtë mbi 100 tregtar vendosen poshtë urës së mifolit për të tregtuar produkte ushqimore, veglapune dhe orëndi shtëpiake. Në mungesë të ndërhyrjeve, tregu vazhdon të funksionojë në kushte informale, pa infrastrukturë bazë si kanalizime, sistem kullimi, hapësira të shtruara apo kontroll higjieno-sanitar, element thelbësor për sigurinë ushqimore dhe mirë funksionimin e një tregu publik. Kryeparlamentare e Kosovës Albulena Axhiu ka apeluar për diskutime serioze në lidhje me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në një deklaratë për mediat, Axhiu theksoi se diskutimi dhe dialogu mes palëve duhet të jetë i sinqert dhe shtërues për të mos çuar më tej në krizë vendin. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Axhiu, deklaroi këtë të njëjtën se nevojiten diskutime serioze mes partive politike për të mundësuar zgjedhjen e presidentit të ri. Nevojiten diskutime shumë serioze nëse duam apo nuk duam për një mend ta zgjedhim presidentin, për faktin se është e rëndësishme që ajo që thuhet në takimet e mbyllura të jetë qëndrim real dhe jo vetëm diskutim sa për të thënë, tha mes të tjera Axhiu në deklaratën e dhënë për mediat në Prishtinë këtë të njëjtë. Sipas Albulena Axhiu, qëndrimet e partive duhet të jenë të sinqerta dhe konkrete, jo vetëm deklarative në takime. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që deputetët kanë edhe 34 ditë kohë afat deri në 28 prill për të zgjedhur presidentin. Përndryshe, vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhje. Çështja u dërgua në kushtetuese nga qeveria udhëhequr nga Albin Kurti, pasi tentativa për shpërndarje në kuvendit nga Vjosa Osmani u cilësua pa efekt juridik. Axhiu bëri të ditur se seanca e 5 marsit, e cila nuk u përmbyll, do të vazhdojë sapo të krijohen kushtet politike. Ajo shtoi se Kurti ka ftuar në takim partitë opozitare për të gjetur një zgjidhje të përbashkët. Megjithatë, shumica parlamentare e vetvendosjes nuk i ka ende vetme votat e mjaftueshme, pasi nevojiten të paktën 80 deputet për quorum. Opozita ka shprehur gatishmëri për dialog, por kërkon marrëveshje politike dhe konsideron përgjegjëse partinë në pushtet për zgjidhjen e situatës. Ndërkohë, mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 5 prill, dhe deri më tani nuk ka ende një konsensus për emrin e ri. Mirë, ka publicitet, kthehemi pas pak.
Eci me lajmet, Garda Revolucionare e Iranit paralajmëroi civilët në linjën e mesme që të shmangin bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ngushtica e Hormuzit vazhdon të mbetet e bllokuar. Garda Revolucionare e Iranit u bëri thirrje civilëve në të gjithë rajonin që të qëndrojnë larg zonave pranë forcave amerikane. Ky paralajmërim erdhi pasi Donald Trump shtyu afatin deri më 6 prill për Teheranin që të rihap ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar për ndryshe shkatrimin e aseteve energjetike iraniane. Vetëm disa orë më parë, ushtria iraniane kishte kërcënuar se do të shënjestronte bazat ku ndodhen trupat amerikane në rajon. Paralajmërimi erdhi në një moment kur Kuvaiti njoftoi se porti i tij kryesor tregtar ishte dëmtuar nga një sulm me dron. Garda Revolucionare që raporton drejt për drejt te Ayatollahu deklaroi gjithashtu në faqen e saj zyrtare se ngushtica e Hormuzit është e mbyllur për anijet që vijnë nga portet e vendeve armike, duke shtuar se 3 anije janë kthyer mbrapsht. Ndërkohë tregjet globale reaguan me luhatje. Çmimet e naftës dhe aksionet u shfaqën të paqëndrueshme, pasi Trump shtyu sërish ultimatumin ndaj Iranit për të hequr bllokadën detare në Hormuz. Një zyrtar japonez bëri të ditur se qeveria po planifikon të heqë përkohësisht kufizimet për termocentralet me qymyr, ndërsa Vietnami ka pezulluar përkohësisht një taks mbi karburantin. Ndërkohë zbutja e qëndrimit të Trump për Hormuzin pasoi disa ditë me sinjale të përziera mbi ecurinë e bisedimeve me Teheranin. I dërguari i tij special Steve Witkoff deklaroi ka shenja të forta për gatishmëri për negociata. Bisedimet përqendrohen në një listë me 15 pika të paraqitur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes Pakistanit, ndaj së cilës Irani thuhet se ka dhënë përgjigje dhe është në pritje të një reagimi. Në terren tensionet vijojnë të përshkallëzohen. Mediat lokale raportuan sulme të reja në Teheran, pasi ushtria izraelite njoftoi goditje në shkallë të gjerë ndaj infrastrukturës iraniane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se presioni i presidentit Donald Trump për të rritur shpenzimet e vendeve anëtare ka ndihmuar në forcimin e mbrojtjes kolektive. Ai theksoi se kjo ka bërë aleancën më të fortë dhe më të përgatitur për sfidat globale të sigurisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Aleanca e Atlantikut të Veriut është bërë më e qëndrueshme dhe më e sigurt përgjatë presidencës së Donald Trump. Ai theksoi se presioni i presidentit amerikan ndaj vendeve anëtare për të rritur shpenzimet ushtarake ka luajtur një rol kyç në forcimin e mbrojtjes kolektive të aleancës. Rutte vuri në dukje se iniciativa e presidentit Trump për t'i bërë vendet anëtare të shpenzojnë deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2035 ka shtyrë shumë shtete të rishikojnë seriozisht kapacitetet e tyre ushtarake dhe të investojnë më shumë në pajisjet dhe forcën e tyre. Ai argumentoi se ky fokus i shtuar në mbrojtje ka forcuar unitetin brenda NATO-s dhe ka rritur aftësitë e saj për të përballuar sfida të ndryshme në një kohë të paqëndrueshmërisë globale. Megjithatë, disa lider europian kanë kritikuar disa aspekte të qasjes së Trump ndaj aleancës, duke theksuar se presioni i madh mbi shpenzimet mund të sjellë tensione mes vendeve anëtare. Në përgjithësi, Rutte mbetet i mendimit se pavarësisht debatit, politikat e presidentit amerikan kanë sjellë përfitime konkrete për NATO-n, duke e bërë aleancën më të fortë dhe më të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Gjermania po ndërton ushtrinë më të fuqishme të Evropës, duke shtuar numrin e ushtarëve aktiv dhe rezerv dhe duke rritur buxhetin ushtarak në nivele historike. Qëllimi është mbrojtja kundër kërcënimeve të mundshme, veçanërisht nga Rusia. Generali Karl Breuer, kreu i forceve të armatosura gjermane, po ullesh një përpjekje të madhe për të zgjeruar ushtrinë e vendit dhe për ta bërë atë forcën më të fuqishme ushtarake në Europë. Ai paralajmëron se Rusia mund të jetë në gjendje të sulmojë një territor të NATO-s deri në vitin 2029 nëse vazhdon të rrisë rekrutimin dhe investimet në armatim. Breuer thotë se Gjermania ka sot 182.000 ushtar aktiv dhe synon të rrisë këtë numër me 20.000 brenda një viti dhe me 60.000 brenda një dekade, duke krijuar gjithashtu një rezervë prej 200.000 ushtarësh. Ai ka nisur një fushatë rekrutimi për të tërhequr mira të rinj dhe nëse nevoja arritet, mund të ringjallet edhe shërbimi ushtarak i detyruar. Gjermania po rrit buxhetin e saj ushtarak nga 95 miliard euro në 2025 në 162 miliard euro në 2029, duke shënuar një ndryshim historik pas dekadash kufizimesh për shkak të trashëgimisë së luftës së dytë botërore. Ky rritje e shpenzimeve mbështetet gjerësisht nga publiku gjerman dhe është pjesë e një strategjie për të ulur varësinë nga Shtetet Bashkuara.
duke zhvilluar prodhimin e armatimeve vendase dhe duke synuar aftësi si dronët, inteligjenca dhe sulmet precize. Gjermania ka gjithashtu një prezencë të përhershme ushtarake në Lituani, për herë të parë që nga koha e pushtimit nazist, dhe ushtarët po stërviten në manovra të avancuara pranë kufirit me Bielorusin, por të përgatitur në një mbrojtje të mundshme kundër sulmeve nga lindja. Generali Breur thonë se qëllimi nuk është lufta, por përgatitje për mbrojtje dhe pengimi i konflikteve. Ne nuk po ndërtojmë kapacitete për të mbrojtur vendin tonë dhe për të shmangur luftën. Pas 8 dekadash, Gjermania rikthehet në skenën ushtarake të Europës, e pajisur dhe e gatshme për të luajtur një rol qendror në sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit. Rreshjet intensive të shiut kanë goditur Dubain dhe zonat të tjera të Emirateve të Bashkuara Arabe duke shkaktuar përmbytje. Moto i keq ka ndikuar dhe në anullimin e fluturimeve, ndërsa autoritetet janë në gatishmëri për përballimin e situatës. Rreshjet e dendura të shiut kanë përfshirë gjatë natës Dubain dhe zonat të tjera të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke shkaktuar përmbytje dhe vështirësi të shumta në qarkullim. Pamjet tregojnë rrugë të mbuluara nga ujë, automjete të bllokuara dhe ndërhyrjen e ekipeve emergjente për të normalizuar situatën. Sipas Euronews, përmbytjet kanë sjellë kaos në trafik, ndërsa shumë akse rrugore janë bërë të pakalueshme përkohësisht. Në të njëjtën kohë, moti i keq ka ndikuar edhe në trafikun ajror, duke shkaktuar vonesa dhe anulime fluturimesh në aeroportet kryesore të vendit. Ndërkohë, stuhia e fortë ka përfshirë një pjesë të madhe të territorit, e shoqëruar me era të forta dhe rrufe, duke ulur ndjeshëm dukshmërinë dhe duke rritur rrezikun në rrugë. Autoritetet vendore kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe kanë aktivizuar strukturat e emergjencës për përballimin e situatës. Sipas sinoptikanëve, këto rreshje konsiderohen të pazakonta për rajonin dhe lidhen me një sistem të fuqishëm atmosferik që ka sjellë sasi të mëdha shiu në një kohë të shkurtër. Ndërkohë situata mbetet në monitorim pasi moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë edhe në orë dhe ditët në vijim. Policia britanike ka vendosur të rihap hetimin për akuzat e përdhunimit dhe abuzimit seksual të Andrew Tate. Vendimi vjen pas kritikave për mënyrën si u trajtua fillimisht çështja dhe nisjes së një hetimi për të mundshëm për shkelje nga ana e vet oficerëve. Autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar kanë rihapur hetimin ndaj Andrew Tate për akuzat e përdhunimit dhe abuzimit seksual, të ngritura fillimisht nga 3 gra për ngjarje që dyshohet se ka ndodhur mes viteve 2013-2015. Çështja ishte hetuar për disa vite dhe u mbyll në vitin 2019 pa ngritur akuza, pasi prokuroria deklaroi se nuk kishte prova të mjaftueshme për të vijuar më tej. Rihapja e hetimit vjen pasi një organ i pavarur mbikëqyrës nisi shqyrtimin në mënyrë se si policia kishte trajtuar rastin, duke ngritur dyshime për dështime në hetim dhe mundësi shkeljesh nga zyrtarët përgjegjës. Sipas deklaratave zyrtare, autoritetet synojnë që këtë herë çështja të hetohet plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, pavarësisht kohës së kaluar. Gratë që kanë bërë kallëzimet kanë reaguar duke cilësuar vendimin si një hap të vonuar, por të rëndësishëm ndaj drejtësisë. Ato kanë theksuar se kanë këmbgulur prej vitesh që rasti të rishqyrtohet, duke pretenduar se hetimi i parë nuk ishte i plot. Njëkohësisht ato po ndjekin dhe një proces civil i cili pritet të zhvillohet përgjatë këtij viti. Nga ana tjetër, Andrew Tate i ka mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat, ndërsa avokatët e tij kanë deklaruar se çështja është rihapur pa prova të reja dhe se klienti i tyre është i pafajshëm. Paralelisht, ai dhe vëllai i tij përballen dhe me procese të tjera ligjore në vende të ndryshme, përfshirë këtu akuzat të ngjashme që ata i kundërshtojnë. Një histori e rëndë dhe tronditse vjen nga Spanja, ku 25 vjeçaria Noelia Castillo ka vendosur të jap fund jetës së saj përmes eutanazisë pas viteve të gjata të dhimbjes fizike dhe psikologjike. E reja ka mbetur paraplegjike në vitin 2022, pasi u hodh nga kati pesti një ndërtese. 25 vjeçaria Noelia Castillo ka ndëruar jetë këtë të njëjtën në Barcelonë pasi ju nënshtrua eutanazisë, proces i cili erdhi pas një betejë të gjatë ligjore me familjen e saj. Vendimi i të res u miratua përfundimisht nga gjykata, e cila refuzoi kërkesën e fundit të familjarëve për të ndaluar procedurën. Rasti i saj kishte tërhequr vëmendje që prej vitit 2024, kur një komision mjekësor në Katalunjë miratoi kërkesën për shkak të një gjendje të rëndë dhe të pashërueshme, që i shkaktonte vuajtje të vazhdueshme. Castillo kishte luftuar me probleme të shëndetit mendor që në adoleshencë dhe kishte tentuar 2 herë të jepte fundjetës. Ajo ka rrëfyer më herët se tentativa e dytë erdhi pasi ishte viktime një sulmi seksual. Dëmtimet që pësojnë nga kjo tentativë për vetvrasje në vitin 2022 e la të paralizuar në një karrige me rrota. Familja e saj kundërshtoi vendimin duke argumentuar se ajo nuk ishte në gjendje të merrte një vendim të lirë, por gjykatat vendosën në favor të saj.
një ditë përpara vdekjes. Castillo deklaroi se kërkonte paqe dhe se nuk mund të vazhdonte më, ndërkohë përfaqësuesit e familjes e quajtën rastin një dështim të ligjit për eutanazin. Spanja e legalizoi eutanazin në vitin 2021 për pacientët me sëmundje të rënda dhe të pashërueshme, që nga kjo kohë mbi 1100 persona kanë përfituar nga kjo e drejtë. Rasti i Castillos rikthen në qendër të debatit çështje të ndjeshme që lidhen me etikën, shëndetin mendor dhe të drejtën individuale për të vendosur mbi jetën. Aldona vetëm 12 vjeç, ka 3 vite që stërvitet në sportin e qitjes. Ajo është një talent i vogël që synon të arrijë maja dhe të bëhet një qitse e njohur në të ardhmen. Unë dua që të jem qitja më e mirë në botë. Më e mirë që mos më ndaloj askush tjetër, mos më kaloj fare. Dua të jem vetëm unë. Në moshën kur shumica e fëmijëve ende kërkojnë të zbulojnë pasionet e tyre, Aldona Lusha, vetëm 12 vjeç, e ka gjetur tashmë rrugën. Çdo ditë pas shkollës, ajo nisi drejt poligonit me të njëjtin entuziazëm, duke ndjekur ëndrrën e saj për të bërë një ndër qitset më të mira. Unë jam pjesë e sportit të qitjes e klubit Tirana. Fillimisht zisha kërkoj vëllezërit e mi, edhe unë më pas thash ta provoj një herë, edhe kur nisa më pëlqeu, edhe vazhdova. Si e ke të organizuar ditën? Pasi vi nga shkolla, bëj detyrat një herë, pushoj, qetësohem dhe më pas vi te poligoni. Fillimisht duhet të bëjmë stërvitjet që nxehemi, ushtrimet. Më pas ne duhet që të futemi në zjarrin e vijës të shënimit dhe të bëjmë qitjen. Ne maksimumi bëjmë deri në 2 orë stërvitje. Zisha jonë lume Pepa neve na inkurajon dhe na motivon sa më shumë që ne të mundemi që të marrim rezultate sa më të mira. Ke marrë pjesë në gara apo në kompeticione të ndryshme? Unë kam marrë pjesë në disa gara për qitjen. Kam marrë rezultatin shumë të mirë, besoj. Kur tjerë dalin fitues më shumë se unë, ose kur arrin një rezultat më të madh se unë nuk është se mërzitem, thjesht marr veten më të mirën që mund të jap. Në të ardhmen dua që të arrij që të kem një të ardhmen sa më të mirë dhe të jem një qitse shumë e mirë që të jem e famshme, të jem një sportiste nga më të mirat. Në kompeticionet ndërkombëtare unë kam shumë dëshirë që të marr pjesë dhe dua që të bëj sa më të mirën të mundem, edhe në këtë moshë të vogël që jam. Lodhesh ti ndonjëherë? Disa herë lodhem. E pushoj, por vazhdoj akoma. Por nuk heq dorë? Ja, nuk heq dorë, nuk dorëzoj kur. Me mësimet si jeti në shkollë, çfarë do ta shmerr? Unë me mësimet marr vetëm 10, kur nuk kam marrë nota më të ulta, vetëm 10 gjithmonë. Çfarë thon shokët, shoqet? Kur ajo më japin, shoqet e mia. E shef qitjen si një profesion që ti do ta vazhdosh dhe do ta ushtrosh? Unë në të ardhmen dua që të jem ose për mjekësi ose për drejtësi, por edhe qitja është një sport shumë i bukur dhe nuk e kam vendosur akoma. Sporti i qitjes më bën pak më të fortë, ndihem që sikur jam më e pushtetshme, më e fortë, sikur jam më e lartë. Çfarë mesazhe do japësh të rinjve? Unë dua të jap një mesazh të rinjve që të gjithë të marrin forcën e tyre dhe të përballen në të gjitha pasojat që dalin ose problemet, vështirësi, gjithçka që u del përpara dhe të zgjedhin sportin e qitjes sepse është një gjë shumë e bukur. Kombëtare shqiptare unë poshtë 2-1 nga Polonia në Varshavë në ndeshjen e fazës play-off për Kupën e Botës 2026, ku qezinte drejtuar nga trajneri Silvinho kaluan të parët në avantazh me golin e Arber Hoxhës pas një gabimi në mbrojtjen polake. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-1 për Shqipërinë, me një lojë të kujdesshme nga të dyja skuadrat dhe pak raste të pastra. Ndërkohë në pjesën e dytë kuqezinjt patën mundësi për të dyfishuar rezultatin, por nuk arritën të konkretizojnë. Në minutën e 63 Lewandowski barazoi për Polinin, ndërsa më pas Zielinski shënoi golin e përmbysjes, duke vullosur kështu rezultatin përfundimtar 2-1. Pavarësisht paraqitjes dinjitoze në transfer, Shqipëria ndalet në rrugtimin drejt botrorit. Ndeshja e radhës për kuqezinjt do të jetë në 31 mars ndaj Ukrainës në Valencia. Pas ndeshjes, trajneri Silvinho dha këtë koment për rezultatin. Përshëndetje. Ka qenë një rrugtim për këtyre 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Kemi pasur lojtarë të cilët kanë luajtur 90 minuta ditën e diel, kemi pasur lojtarë të cilët kanë luajtur 90 minuta të dielën, po ashtu edhe të mërkurën. Na ka ndodhur edhe që kemi pasur lojtarë të cilët kanë qenë jashtë ekipit ose ndoshta pas skuadër fare dhe ajo çfarë ka bërë diferencën është që në fakt kanë bërë mirë me ne dhe ne nuk është se jemi një skuadër në atë nivel që mund të themi mund të luajnë vetëm lojtarët të cilët luajnë 90 minuta me klubet e tyre apo që luajnë me Real Madridin, me Barcelonë apo me Interin. Jemi një skuadër në
arritje. Unë jam shumë krenar për atë çfarë kanë, për mënyrën se si janë prezantuar lojtarët sot në ndeshje, ato çfarë ne i udhëzojmë në stërvitje i kanë bërë në fushë, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme dhe është e bukur të shohësh është që ata lënë çdo gjë në fushë dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar vendin edhe kombëtaren dhe lënë çdo gjë në fushë. Kështu që për sa i përket kontratës, siç e thash, kam kontratë deri në korrikë dhe më pas do të mendoj. Performanca e pjesës së dytë nuk është se ishte aq e mirë sa performanca e pjesës së parë. Faktikisht e dinim që në pjesën e parë, në 15 minutat e para do të kishte shumë presion që do ishte pak i vështirë për të menaxhuar, por besoj se pas atij minutazhi ne arritëm të bëjmë shumë mirë dhe të krijojmë situata. Polonia luajti shumë mirë në aspektin defensiv, po ashtu edhe në kundërsulme, dhe sa më shumë sigurisht në një ndeshje futbolli, sa më shumë minuta kalojnë, aq më shumë harxohet energji edhe duhet të bësh 2-3 ndryshime, sepse disa lojtarë realisht i kanë shpenzuar shumë energji. Në pjesën e dytë ishte një moment i caktuar ku ishte ende 1-0 për ne dhe patëm një shans për ta mbyllur ndeshjen, por sigurisht kundër Polonisë është e vështirë sepse është një ekip shumë i fortë edhe kanë një trajner shumë të mirë, po ashtu edhe lojtarë shumë të mirë, por që gjithsesi nuk jam i zgënjur nga performanca që ka pasur, por jam dakord që performanca e pjesës së dytë ka qenë më e dobët se performanca e pjesës së parë. Sigurisht kam shumë respekt për skuadrën polake, një kundërshtar shumë i vështirë, por siç e thashë edhe më përpara, ju riktheva një ndeshje 4 vite më përpara, Poloni-Suedi, një ndeshje shumë e thatë, le të themi, dhe në një ndeshje ku sa më pak gabim të bësh, aq më mirë është. Sigurisht nëse ne do të kishim arritur të shënonim golin e 2, do të ishim rezultat 2-0 për ne, do të ishte akoma dhe më e vështirë për Poloninë, dhe siç e thash është një ditë e trishtuar faktikisht dhe paguan një çmim të lartë në momentin që nuk arrin të shënosh. Presentano noi tutti come paesi, come federata. Ishte gjithçka për këtë edicion, bashkëndajemi këtu. Miropafshim. Shkarko tani